Një aksident rrugor ka ndodhur në qytetin e Korçës në zonën e njohur Dritat e Verdha, në unazën veriore. Në këtë aksident janë përfshirë 3 mjete dhe një motokaro. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëme materiale. Sipas policisë, njëri nga mjetet e përfshira në aksident nuk ka respektuar sinjalistikën rrugore, çka mund të ketë qenë shkak për këtë ngjarje. Policia po heton për shkakun e këtij aksidenti të trefisht. Vlen të përmendet se zona e Dritave të Verdha në Korçë ka qenë shpeshherë vendi i aksidenteve rrugore. Më 12 janar 2023 ndodhi një aksident ku u përfshin 3 mjete, por fatmirësisht pa të lënduar vetëm në dëme materiale. Po ashtu, me 24 tetor 2024, një këmbësor 50 vjeç humbi jetën pasi u përplas nga një automjet tip Peugeot në këtë zonë. Këto ngjarje tregojnë për nevojën e shtuar të kujdesit dhe respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor në këtë segment.